Të punësuarit në shoqatën e peshkatarëve Bash Vardar nga Gostivari sot kanë kryer ripeshkimin e lumit Vardar në disa lokacione dhe lumenj të tjerë që derdhen në lumin Vardar, si lumi Melc, Duf, lumin e fshatit Llakavic, në jahorkën e fshatit Forin, Radioft, Stenov dhe Mazraq. Në këto vende janë lëshuar 250 kg ose rreth 30.000 copë peshk të rinj, më saktë trofë lumore. Shefat e sigurimit të rajoneve për peshkim thonë se kjo është periudha më e mirë për shumim sepse tani ka ndalesë për peshkim. Pikë së pari ju tregoj se ripeshkimi i këtij revirit të lumit Vardar bëhet në dy pjesë, revirit të lumit Vardar 1 dhe revirit të lumit Vardar 2. Fillojmë prej fshatit Zdujnë, këtë ndërmarrjen Sera, edhe mandej vazhdojmë ripeshkimin për fshatin Llakavic, mandej shkojmë në fshatin Forin, lumin Mazraqat të Negotinës, edhe mandej shkojmë në Radios të Tetovës. Pas ripeshkimit të lumit Vardar, puna jonë është shumë adekvate, të cilën patjetër ne duhet të sigurojmë lojtarëve të lumit të Vardar që të mos të kapin, sidomos tani kur është periudha e shumimit të peshkive. Do të mirën masa të rrepta mbi këta peshkatarë të cilën nuk e respektojnë ligjin apo rregullat e peshkimit. Ata apelojnë deri tek qytetarët që të mos bëjnë peshkim të paligjshëm pasi gjobat janë të larta. Ata kërkojnë nga qytetarët të kenë kujdes dhe mos e keq përdorin peshkimin, sidomos tani kur edhe bëhet shumimi i peshkut. Deri më tani, respektivisht që nga periudha kur shoqata e peshkatarëve nga qyteti i Gostivarit Bash Vardar ka në koncesion lumin Vardar, që nga viti 2009, Vardari është shumuar me peshk të ri për 10 herë radhazi, kurse aksioni i sotëm ishte i dyti realizuar brenda vitit 2015.